Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kreu i NATO-s Mark Rutte konfirmon mbajtjen e samitit në Tiranë. Rama ju përgjigjet kritikëve nga Turqia, iku koha kur me Shqipërinë bëhej çfarë donin të tjerët. Mbyllet samiti i NATO-s në Ankara. Presidenti amerikan Trump qetëson aleatët, SBA nuk largohet nga aleanca, pushimi me Iranin tashmë ka mbaruar. Edi Rama deklaron se koncerti i Kanye West në Tiranë do të sjellë 100 milion euro të ardhura. Qeveria dha vetëm 4 milion euro për të mos turpëruar Shqipërinë. Publikohen pamje të reja nga dhunimi i vajzës 17 vjeçare në Fier. Prova tregojnë se goditjet, bullizimi dhe mbajtja peng në shtëpi ishin të planifikuara. Guvernatori i Bankës Qendrore thotë se forcimi i lekut po jep efekte pozitive në ekonomi. Qëndrueshmëria e monedhës kombëtare frenon rritjen e çmimeve. Jo më gjërësirë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte konfirmoi mbajtjen e samitit në Tiranë, por pa dhënë një datë të saktë. Nuk vonoi edhe reagimi i kryeministrit Edi Rama nga Ankaraja, duke ju përgjigjur zërave që pretendonin anulimin e samitit. Kryeministri tha se ka ikur koha, kur me Shqipërinë bëhej çfarë donin të tjerët. Shqipëria do të pres samitin e ardhshëm të NATO-s. Lajmi u konfirmua nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte gjatë konferencës për mediat pas përfundimit të takimit të liderëve në Ankara. Rutte bëri të ditur se vendimi për organizimin e samitit në Shqipëri ishte marrë më herët gjatë takimit të zhvilluar në Hag, ndërsa sqaroi se data e saktë e zhvillimit të tij do të përcaktohet në vijim. Next summit will indeed be in Albania. Samiti tjetër do të mbahet në Shqipëri. Ky ishte vendimi i Hagës. Samiti do të mbahet në Shqipëri, por do të na duhet të vendosim për kohën. Pas deklaratës së Rutte ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama, i cili përmes një videoje në rrjetet sociale ju përgjigj kritikëve që kishin vënë në dyshim zhvillimin e samitit në Shqipëri. Po si thanë, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Kështu thanë, po ka ikur ajo kohë kur bëj çfarë të donin të tjerët në Shqipëri. Tani Shqipëria bën atë që thot dhe thot atë që bën, kështu që samiti i ardhshëm do jetë në Gjatë samitit të NATO-s në Ankara, krerët e shteteve diskutuan rreth sfidave aktuale të sigurisë dhe prioriteteve strategjike. Përpos mbledhjes së nivelit të lartë, kreu i qeverisë zhvilloi edhe një sër takimesh, ku i pari ishte në nisje të samitit me kreun e Aleancës Mark Rutte. Rama pati takim edhe me presidentin turk Erdogan, i cili ishte edhe mikpritësi i samitit të këtij viti. Pas hapjes së sesionit u realizua fotoja familjare e liderëve pjesëmarrës. Kreu i qeverisë shqiptare ishte krah presidentit turk Erdogan, ndërsa aty ishin edhe udhëheqës të tjerë botëror, si presidenti amerikan Trump dhe ai francez Macron. NATO doli më e bashkuar pas samitit të Ankaras. Ky ishte mesazhi kryesor i sekretarit të përgjithshëm Mark Rutte, i cili vlerësoi rritjen e buxhetit për mbrojtjen nga vendet anëtare. Ndërkohë, presidenti amerikan Trump qetësoi aleatët duke thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë në Aleancën Veriatlantike. Pas përfundimit të samitit të NATO-s në Ankara, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte e cilësoi takimin si të jashtëzakonshëm dhe të suksesshëm, duke theksuar se aleanca doli më e bashkuar dhe më e fortë. Rutte u shpreh se vendimet e marra nga aleatët po kalojnë tashmë nga premtime në zbatim konkret. Fokusi ynë tani është vendosur me vendosmëri, nga vendosja e objektivave në arritjen e rezultateve. Vendet anëtare po rrisin investimet në mbrojtje, po zgjerojnë prodhimin ushtarak dhe po marrin përgjegjësi më të mëdha për sigurinë kolektive. Sipas tij, aleatët kanë bërë përparime të konsiderueshme drejt objektivave për të investuar 5% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje deri në vitin 2035. Një tjetër vendim i rëndësishëm ishte investimi prej 27 miliard eurosh për modernizimin e rrjetit të furnizimit me karburant të NATO-s. Parandalimi dhe mbrojtja e besueshme varen nga ajo që ofrojmë dhe ne po e ofrojmë. Më herët gjatë samitit, presidenti amerikan Donald Trump foli me tone të ashpra, duke vënë sërish në diskutim balancën e përgjegjësive brenda aleancës. Ai deklaroi se nuk beson më tek negociatat me Iranin, duke i cilësuar ato si të kota dhe duke akuzuar Teheranin për mungesë sinqeriteti.
Marrëveshja e përkohshme për t'i dhënë fund luftës me Iranin ka mbaruar. Për sa më përket mua, është thjesht humbje kohe të merresh me ta. Ata janë gënjeshtar, ka diçka që nuk shkon me ta. Ata janë të çuditshëm dhe të pandershëm. E ndërkohë nga ana tjetër presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u ka garantuar aleatëve të NATO se Washingtoni do të vazhdojë të jetë pjesë e Aleancës Atlantike. Ishte një takim i mrekullueshëm, kishte shumë dashuri në atë dhomë, shumë bashkim. Ne duam të qëndrojmë me ju. Sa i takon takimit Trump-Zelenski, presidenti amerikan vlerësoi presidentin ukrainas dhe potencialin e Ukrainës së pas luftës. Unë kam shpresa shumë të mëdha për Ukrainën e pas luftës. Ajo ka një potencial të jashtëzakonshëm të cilin ne do ta shfrytëzojmë. Sigurisht, kjo luftë duhet të ndalojë. Ndonjëherë kjo duket si dy fëmijë të vegjël që zihen të çmendur në një park. Ata urrejnë njëri tjetrin. Ne mbështesim sulmet e Kievit për sa kohë mbrojnë vendin e tyre. Ukraina mori sinjale të forta për mbështetjen e sulmeve brenda Rusisë, premtime për licencimin e prodhimeve të raketave mbrojtëse Patriot dhe garanci të forta sigurie në marrëveshjet e ardhshme të paqes. Kryeministri Rama hodhi poshtë akuzat se qeveria po mbështet financiarisht koncertin e Kanye West në Tiranë. 4 milion euro sipas tij u dhanë në minutën e fundit për të mos turpëruar Shqipërinë, por të ardhurat nga kjo ngjarje në Rama që llogariten në 100 milion euro. Amerikan me famë botërore Kanye West pritet të sjellë rreth 100 milion euro të ardhura për vendin, deklaroi kryeministri Edi Rama. Në një reagim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë është përgjigjur akuzave për fondet e vëna në dispozicion nga qeveria për përgatitjet e koncertit. 4 milion euro në minutën e fundit për të mos turpëruar Shqipërinë në sytë afro 25.000 të huajve nga 80 shtete që gjermësot kanë blerë me kohë biletat për Kanye West për të mos humbur një mundësi fantastike promovimit të Shqipërisë turistike. Ndërkohë që nga ky koncert, në kushtet e vështirësuara artificialisht prej dështak zemërakëve, ne llogarisim jo më pak se 100 milion euro të ardhura. Pretendimet se fondet mund të përdoreshin për të mbështetur sektor të tjerë, Rama ju përgjigj me shifra që qeveria ka dhënë në shëndetësi dhe jo vetëm. U kujtoj të tërve se vetëm pak ditë më parë ne nxorëm 15 milion euro plus vetëm për ilaçet e të sëmurëve me kancer dhe 5 milion për aparatura mjekësore. Dyfishuam mbështetjen për personat me aftësi të kufizuar dhe mbështetëm kujdestarët e tyre. Dyfishuam mbështetjen për fëmijët me aftësi të veçanta. Dyfishuam financimin e startupeve. Dyfishuam garancinë sovrane për programin Dyfisho biznesin tënd, ku qershia mbitort ishte padyshim bonusi i pensionistave. Akuzat se fondet për koncertin dëmtuan disa sektor që kanë ende nevojë për investime, kreu i qeverisë cilësoi shpifje. Tani, sorrat dhe korbat e kanaleve sociale janë turrur me një furi glasash duke bërë llogarira perverse prej manipulatorësh të paskrupullt, e duke bërë sikur qajnë hallin e popullit dhe deri edhe të sëmurëve me kancer, që do të mbeten pa ilaçe si pasojë e koncertit privat, siç e quajnë djallëzisht. Por mirë ky popull e mirë çdo i sëmur, po të mbeteshin në kthetrat e këtyre zabrahanëve digjital, të mbështetur me këtë rast nga duart e armiqve dashakeqjve të Shqipërisë, të cilët lëshojnë pa pushim helm në kanalet sociale përmes të 10 mijëra profilesh falso, duke përfituar nga etja për pushtet dhe kokboshësia e uzurpatorëve të protestës qytetare. Në përfundim të reagimit të tij, Rama theksoi se çdo përpjekje për të penguar zhvillimin e vendit nuk do të ketë sukses. Përplasjet mes mazhorancës dhe opozitës për zvërnecin janë zhvendosur në Strasburg. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla siguroi se projekti do të respektojë kriteret e Bashkimit Evropian për mjedisin, ndërsa deputeti demokrat Belind Kolliçi u ndal tek protestat duke hedhur poshtë pretendimet se ato sponsorizohen nga Irani dhe Rusia. Protesta e qytetarëve para kryeministrisë dhe projektin e zvërnec dominuan diskutimet në takimin mes deputetëve të Parlamentit Shqiptar dhe Parlamentit Evropian në Strasburg. Gjatë mbledhjes së Komitetit Parlamentar të Stabilizimit Asociimit BE Shqipëri, përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe Bashkimit Evropian shpjeguan se po ndjekin protestën dhe kërkesat e qytetarëve, duke vënë në dukje së pari se protestat duhet mbeten paqësore, e së dyti qeveria shqiptare duhet plotësojë detyrimet që rrjedhin nga kapitulli 27 për mjedisin në lidhje me projektin në zonën e zvërnecit.
It is essential to underline that the freedom of assembly. Është thelbësore të theksohet se liria e tubimit dhe liria e shprehjes janë të drejta themelore dhe vlera bazë të Bashkimit Evropian. Dialogu konstruktiv mes të gjithë aktorëve është rruga përpara. Siç është sqaruar më herët në kuadër të negociatave të antarësimit, Shqipëria duhet të përmbush kriteret përmbyllëse të përcaktuara në kapitullin 27 për mjedisin, që kërkon shfuqizimin e amendamenteve të 2024-s në ligjin për zonat e mbrojtura si edhe shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike. Ne presim që vlerësimi i plot i ndikimit në mjedis të kryhet sipas standardeve më të larta, siç e theksoi edhe kolegu nga Komisioni Evropian. Gjithashtu, siç u nënvizua prej tij, presim që Shqipëria të respektojë angazhimin e saj të mëparshëm për të shfuqizuar ligjin për investimet strategjike të vitit 2015 deri në fund të këtij viti. Dialogu konstruktiv mes të gjithë kolegëve të përfshirë është rruga përpara. Në emër të majorancës, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Aulan Balla, garantoi se çdo projekt do të respektojë të gjitha kërkesat e BE-s për mbrojtjen e mjedisit, por opozita akuzoi majorancën se përgjatë gjithë këtyre ditëve ka sulmuar protestuesit. The project does not involve the sale of public land. Projekti nuk përfshin shitjen e tokës publike. Projekti mbetet në fazën e zhvillimit dhe ende nuk është miratuar projekti përfundimtar. Çdo zhvillim në të ardhmen do të kalojë të gjitha procedurat mjedisore të kërkuara nga ligji. Procesi do të përfshijë konsultime publike dhe do të garantojë transparencë me komunitetin lokal. Objektivi është të promovohet modeli turizmit të qëndrueshëm, që gjeneron vende pune, tërheq investime dhe mbështet zhvillimin e ekonomisë lokale dhe në të njëjtën kohë ruan vlerat natyrore të zonës. Dijeni se kjo protestë nuk është nxitur as pak as nga Moska, as nga Irani, apo nga çdo armik i jashtëm, siç ka tentuar ta paraqesë qeveria shqiptare. Është një reagim demokratik, paqësor, që u rikthehet vlerave themelore perëndimore. Pikërisht ajo lloj energjie qytetare që Bashkimi Evropian duhet ta mbrojë me vendosmëri absolute. Kur qeveria në Tiranë përpiqet të kriminalizojë protestën, është detyrë e jona si deputet përfaqësues, por edhe këtij forumit të lartë dhe të përbashkët për të mos heshtur. Nga ana tjetër, në mbledhje u diskutua edhe perspektiva evropiane e Shqipërisë. Aulan Balla lajmëroi se këtë javë vendi ynë pritet të mbyllë negociatat për 3 kapitujt e parë: politikën e jashtme, kërkimin shkencor dhe arsimin e kulturës. Një tjetër video e dhunës ndaj vajzës 17 vjeçare në Fier është publikuar në rrjetet sociale. E mitura është detyruar me forcë të kërkojë falje, ndërsa 3 bashkëmoshatarët e saj vijonin ta bullizonin duke filmuar gjithçka. Pas videos ku 3 vajza shfaqeshin duke dhunuar një bashkëmoshatare në Fier në rrjetet sociale, është publikuar një tjetër regjistrim që lidhet me goditjen dhe bullizimin ndaj 17 vjeçares. Në pamjet e reja, adoleshentja shfaqet duke u detyruar të kërkojë falje në gjendje të rëndë psikologjike. Videoja është marrë edhe nga hetuesit si provë, që tregon se dhuna ndaj të miturës ishte e planifikuar, e shtrirë në kohë dhe madje e paramenduar për të publikuar online. Një ditë më parë, nëna e 17 vjeçares tha se vajza është në gjendje të rëndë dhe vazhdimisht ndihet e friksuar. Po ja, s'hante bukë, donte gjumë gjithë ditën, rinte e fjetur, qante, frikë, erdhën, shikonte nga rruga, se mos vinte dikush. Ndërkohë, për 2 nga vajzat që shfaqen duke ushtruar dhunë ndaj adoleshentes janë ngritur pretendime se vuajnë nga probleme të shëndetit mendor. Kjo është pohuar publikisht nga nëna e njërës prej tyre, e cila ka nxjerrë edhe një dokument mjekësor të muajit prill si provë të gjendjes shëndetësore të së bijës. Sipas saj, familja nuk ka mundësi ekonomike për të përballuar trajtimin e specializuar, ndaj u bën apel institucioneve shtetërore të ofrojnë mbështetje për kujdesin mjekësor dhe psikologjik të vajzës. Nga ana tjetër, policia ka bërë të ditur se në 28 qershor u arrestua njëra prej të miturave të përfshira në këtë rast, pas një kallëzimi të bërë nga nëna e saj, e cila deklaroi se ishte dhunuar fizikisht nga vajza. Prokuroria e Fierit ndërkohë ka regjistruar procedim penal ndaj 3 vajzave të përfshira për veprën penale të heqjes së palishme të lirisë e kryer në bashkëpunim. Pasi kushtetuesi e riktheu për rishqyrtim masën e sigurisë e Erion Veliajt në gjykatën e lartë, mbrojtja kërkon që vendimi të jepet sa më shpejt. Sipas avokatëve, duhet të mbahet parasysh fakti që Veliaj është penguar të ushtrojë mandatin e fituar me votë. Një javë nga zbardhja e vendimit të kushtetueses që detyron gjykatën e lartë
të rigjykojë masën e sigurisë së kryebashkiakut të Tiranës, mbrojtja e tij kërkon që të përshpejtohet shpallja e këtij verdikti. Kjo kërkesë nuk është arbitrare, thot avokati Plarent Ndreca, por bazohet në faktin se Erion Veliajt i cënohet e drejta për të ushtruar detyrën për të cilën është votbesuar. Kërkesa mbështetet në pasoja konkrete dhe të përditshme mbi lirim personale, mbi ushtrimin e mandatit të fituar me vot dhe mbi funksionimin e qeverisjes vendore në Bashkinë e Tiranës. Zoti Erion Veliaj e ka marrë zyrtarisht mandatin e tretë si kryetari i Bashkisë së Tiranës në qershor 2023. Ky mandat përfundon në qershor 2027. Në momentin e paraqitjes së kësaj kërkese ka kaluar më shumë se gjysma e mandatit dhe mbetet më pak se 1 vit deri në përfundimin e tij. Çdo vonesë në shqyrtimin e masës shtrënguese arrest në burg do të konsumojë edhe më shumë kohën e mandatit, thuhet në deklarat, duke e bërë atë të pakthyeshme. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk e ka kthyer çështjen për një verifikim formal të arsyetimit të mëparshëm. Ai ka identifikuar mungesë kontrolli efektiv nga gjykata e lartë mbi pretendime që prekin substancën e lirisë personale, proporcionalitetin e masës arrest në burg, efektin e saj mbi mandatin e zgjedhur, dinjitetin njerëzor, prezumimin e pafajësisë dhe mbrojtjen efektive. Kjo do të thotë se rishqyrtimi duhet jetë real, aktual dhe i lidhur me gjendjen juridike e faktike në momentin kur gjykata e lartë vendos. Erion Veliaj mbahet në paraburgimin e Durrësit prej 10 shkurtit të vitit të kaluar. Ai dyshohet se ka kryer korrupsion pasiv në 13 raste, sipas organit të akuzës. Në bashkëpunim me gruan e tij Ajola Xoca dhe disa biznesmen, ai ka shfrytzuar postin e kryetarit të bashkisë për të alokuar fonde të cilat më pas i ka përfituar vetë. Guvernatori i Bankës Qendrore Gent Seko u shpreh se rënja e euros ka sjellë forcimin e lekut, duke dhënë efekte pozitive në ekonomi. Sipas tij, qëndrueshmëria dhe rritja e monedhës kombëtare po ndikon në uljen e inflacionit. Forcimi i vazhdueshëm i lekut kundrejt euros gjatë viteve të fundit ka frenuar rritjen e çmimeve. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko, i pyetur nga deputetët mbi këtë situatë në Komisionin për Nismat Qytetare, u shpreh se ky fenomen në tërësi ka sjellë një sër ndikimesh pozitive për ekonominë shqiptare. Nga njëra anë kemi efekt negativ në eksportues ose në qytetarët dhe bizneset që kanë të ardhurat në euro, por nga krahu tjetër ne kemi efekte pozitive në ato qytetarë që kanë të ardhurat lek dhe mbi të gjitha kemi efektin pozitiv të frenimit të rritjes së çmimeve. Natyrisht që çmimet rriten në vijimsi në terma relativ, por do të rriteshin shumë herë më shumë nëse ne do të kishim një zhvlerësim më të lartë të monedhës kombëtare. Nëse ne do të kishim një kurs fiks këmbimi, inflacioni nuk do të ishte 2.2% mesatarja, por do të ishte 6 deri në 7%. Seko foli gjithashtu edhe për masat që ka marrë Banka e Shqipërisë ndaj rritjes së kredisë për blerjen e banesave nga qytetarët. Për të pasur një frenim në një sektor të caktuar, një menaxhim të rrezikut, për pasuritë e patundshme kemi vënë këto kufizime. Në fakt, këto kufizime disa banka i kanë pasur dhe vetë para se të vinin, pra ne kemi standardizuar në një farë mënyre raportin kredi me kolateral dhe këst me të ardhurat. Pasi edhe ne vetë dim që nëse do të shkonim për kredi në një bank niveli 2, nuk do të financojë 100% e pronës me vlerën e kolateralit edhe para se Banka e Shqipërisë të vinte këto kufizime. Këto janë disa kufizime për të standardizuar dhe për të shmangur disa kreditime nga bankat që janë mbi optimiste, over optimiste që i themi. Për sa i përket digitalizimit të shërbimeve, guvernatori u shpreh se është bërë një punë e mirë në këtë sektor, duke veçuar antarësimin e SEPA si një hap të rëndësishëm drejt standardeve europiane që ka ulur ndjeshëm kostot e transfertave ndërkombëtare për qytetarët. Një fermer nga Shkodra ka tërhequr vëmendjen me nismën e tij të veçantë pasi ka thurur një varg 110 metra me qep. Nisma ka për qëllim promovimin e produkteve lokale dhe ndërgjegjësimin për më shumë mbështetje ndaj sektorit të bujqësisë. Fermeri Kujtim Plangaj nga fshati i Postribës në bashkinë Shkodër ka vendosur një rekord duke thurur një varg prej 110 metrash me qep autoktone shqiptare, si pjesë e një nisme për të promovuar produktet vendase. Kjo puni ka zgjatur një javë duke angazhuar 25 punëtor kreativ dhe mbi 1.2 ton qep. E nisa para 5 diteve këtë varg, 5 ditë ka bon vargu më bon, 110 metra. Kemi marrë pjesë apërsisht ka 3-4 punëtorë në ditë, apërsisht 20 punëtorë janë dashtë 25 punëtorë mu realizu këtë varg. Dhe historia ka jetë bukur,
Shpresojmë deri të çojmë deri te plani deri në fund, deri te ura 10 e mesit. Sfida e dytë e fermerit për këtë varg kilometrik ishte zhvendosja e tij nga toka që i ka prodhuar drejt urës së mesit, monument kulture. Distancën prej 1.7 kilometrash e bëri me ndihmën e komunitetit të rinjve dhe me anë të një mjeti karotrec. Planga jeshe me shqetësim faktin që të rinjt kanë pak interes për këtë traditë të zonës në kultivimin e qepëve, ndërsa mbështetja për këtë sektor thotë se është minimale. Në traditat të rritë kanë pak për të dëshiruar fije, nuk ka pak interes. Vetëm brezi jon i sistemit vjetër e kultivojnë, dojnë rinia, shpresojmë rinia menaxhoni pak sot pak i fije. Kujtim Plangaj është e njohur në zonë për kultivimin organik të perimeve, veçanërisht qepës dhe domates autoktone, duke synuar ruajtjen e varieteteve tradicionale shqiptare. Komisioni i zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatin e procesit të 7 qershorit që i hap rrugën konstituimit të kuvendit. Vetëvendosja, e cila siguroi 53 mandate, duhet të bëjë 61 vota për të krijuar qeverinë, por sfidë mbetet zgjedhja e presidentit pasi kërkohet konsensus me opozitën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet përfundimtare të parlamentarëve të 7 qershorit, duke i hapur rrugë fazës së formimit të institucioneve të reja të vendit. Lëvizja vetëvendosje ka siguruar 53 mandate në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 22 deputet, e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 18 të tillë. Tek radhët e aleancës kemi ndryshim në renditje, ku në vend të Ardian Gjinit zëvendësohet me Bek Berishën, ndërsa në vend të Daud Haradinaj kemi Burim Ramadanin. Pas certifikimit, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka detyrimin kushtetues të thërrasë seancën konstituive të kuvendit brenda 30 ditëve. Në këtë seancë do të zgjidhen kryetari dhe nën kryetarët e kuvendit, ndërsa më pas do të nisë procedura për formimin e qeverisë së re. Për krijimin e shumicës parlamentare nevojiten të paktën 61 mandate. Përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje kanë deklaruar se i kanë siguruar votat për formimin e ekzekutivit, ndërsa kanë shprehur gatishmëri për dialog edhe lidhur me zgjedhjen e presidentit. Megjithatë, analistët vlerësojnë se sfida më e madhe mbetet zgjedhja e presidentit të ri, proces që kërkon konsensus më të gjerë politik. Kushtetuta parashikon që presidenti të zgjidhet brenda 60 ditëve nga konstituimi i kuvendit. Nëse kjo nuk ndodh, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja. Këtu kemi përfunduar, një falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.